Dhe për atë arsye, ne jemi këtu në mbrojtje të shtetit, në mbrojtje të demokracisë dhe nuk do ndalemi derisa ta kthejmë vendin në normalitet, në binar kushtetues dhe t'i japim vendit institucionet cilat do t'i adresojnë nevojat e mëdha që i ka vendi. Që Albin Kurti po abuzon me Avni Deharin. Ati i ka rastis mosha t'jetë kryesuesi i seancës, ai nuk është i zgjedhur në atë pozitë dhe përgjegjësitë e tij janë vetëm teknike, të thras mbledhjen e kuvendit dhe të udhëheq të kryesarit të mbledhjes derisa të zgjedhen trupat udhëheqëse të kuvendit. Por ajo që po shohim tash është një abuzim total që neve na vjen keq të pas parasysh edhe rrethanat e zotit Avni Dehari dhe moshën që e ka, të abuzohet në atë mënyrë dhe ta shndrojnë në një bllokues të institucioneve të vendit dhe ta shndrojnë në një njerëz që sot po i bën domin më të madh bashkë me udhëheqësin e tij Albin Kurtin institucioneve të vendit.